Kapitujt e radhës që i ka sjellë Imam Buhariu, i ka sjellë kapitujt e sëmundjes. Se njeriu sëmuhet, njeriu e ka plagështia, njeriu nuk ka gjithmonë shëndet. Andaj i ka pru disa prej haditheve, të cilat lidhshmëria me hadithet e zullumit është se si cili pineve ka nevojë me u godit me sëmundje dhe me mërzia dhe me brenga dhe me rakosje që t'ja lajnë gjunahët, që t'ja lajnë mëkatët. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, sëmundja i alargon besimtarit gjunahët sikur që shkundët pema. A ki pa kur shkund pemën? Edhe ato gjethët janë aty, edhe t'ja shkun ato bin. Kështu ka thonë alayhi salatu wassalam, i bin besimtarit gjunahët. Allah na pastrof prej gjunahëve në dunja, ya rabbal alamin. Andaj, cila është urësia e të sëmurit e besimtarit? Që të pastrohet për gjunaheve. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk e godet besimtarin as një lodhje. Lodhja kur kun s'paguhet përveç në fe të ndëruar xhamatli. Kur kush të paguhen sa je lodh, po të paguhen për kontratën e punës. Nuk të vetaj sa je lodh. A je lodh, a e ke kry punën pa lodhje, a e ke bo me qef, a pa qef, a i të pagun ti për që ta shka jeni marrë vesh. Allahu gjelola është i vetëmi cili të pagun për ata shka je lodh, për ata shka je lodh. Dhe sëmundja, dhe mërzia, dhe shqetësimi, dhe merakosja, dhe lëndimi, edhe nëse e shpon diçka besimtarin prej gjembave, vetëm se Allahu ja shlyën gjunaat. Kjo është natyra të ndëruar xhamatlimit të cilën na jetojnë në këtë dunja. Dunjaja është vend i shkëmbimeve, i përplasjeve, i forkimeve. Bëjmë gjunahe lahemi. Kjo është qëllimi me të cilin pejgamberi sa me ka përshkruajtur besimtarin me trungun e hurmës, se vinë errat dhe e lakojnë, por nuk e rrezojnë. Pra ti sëmurësh për me u bë edhe më i fortë. Sëmurësh për me ulame prej gjunaheve. Andaj ti e sheh prej besimtarëve të cilët kur smuhen qohen më të penduar, qohen më të lam. Sikur që ja ka boe rigjenerim smundja krejt organet, ja ban kështu edhe shpirtërorës. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se vazhdon belaja me godit besimtarin. La yazalu bil mu'min al bala. Vazhdimisht e godet belaja në trup, në familje dhe në pare. Pse ja ban Allah qëta? A donë me e donu? Jo. Miri shkon na me morë vesh pas muje, miri shkon me morë vesh pas prova. Për Allahu gjele gjelaluhu e din se na qasin natyre kena që nuk marrë na vesh. Këshire kur ki shëndet, shiko që ta shka përdher dhe e ki, shiko kur ki takat, shiko që sa pak të bjen nërmen mu pënduhe, sa pak të bjen nërmen mësë me bo më katë, sa pak të bjen nërmen me ullë me thane, valla be bona zullum, i bona padrecit, ullëm të pastrona, të marrë halallëk, të pendona të zoti për gjunat që ka jabaj vetës time. A kur smuash, bin krejta energjit, bin të gjitha ato vrullët e shumëta, dhe ti e mes një dëshire veç. O Zot, largo më këtë smuje, qaq. E kur të mishë që këtë dëshirë, veç me nja, atër Allahu gja me këta të pastron. Për këta që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, vazhdon belaja e godet. Dhe vini re e godet, vazhdimisht e godet belaja. Ne kanë jarë nuk e lexojnë as smundjen, nuk e lexojnë mërzien, nuk e lexojnë therrën, u vrajta pak. Ajo për ti kuturu për të allaje më urësi. Me thirë ti dikush, djetarë që thojnë, gjdo lajmë që ka ti e merë e këtën kryën. Vesh me të prejkë dikush, ti këminjarë këthejesh. Zotë gjithat të smundit të qonë, gjithat të mërzit të qonë, gjithat të lovit të qonë, a e të thonë dishka. Me gjujti me guri vazhdimisht një fmi të të shpia, ti qohë që kjo qakave. Me thirë dikush vazhdimisht të dera, që ka thuti, qakave që kjo, pse po thirë vazhdimisht? Allahu gjiluara dhe zërë nuk të folë ti që shmenon ana. A i të folë me të qëto mesazhe. Ta qënë një smundje, ti qënë do ethe, ta qënë një kokdhimbje, ta qënë një turbullim të jetës. Shka po të thotë? Nalu. Allahu gjanë gjdo sprov shka ta qënë o zarf që dush me lexue. O robjem, ki mu pendu, o robjem. Qka tha për nga me sëram? E godet vazhdimisht Allah i besimtarin që të shkojet e Zotit të takojet pastër. Të takojet pastër. Andoj e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë njerëzit që më shumë disprovohen? Tha pejgamberët. Pastaj tha ata që janë gjojnë atyre. Pastaj sicili mangat pejgamberëve çka është. Hyri vllai i Aishës radhiyallahu anha te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabive, edhe ishte pejgamberi në vdekjen, në smundjen e vdekjes së tina. Dhe e kishin lidh kokën nga dhimbja e madhe e kokës. Edhe sahabit u mërzitën shumë.
E pejgamberi doshti më u kallëzue që në këtë mërzi ka edhe një diçka që ju nuk e dini. Tha pejgamberi alayhis salam, inni uak. Tha mua ko kam dhem sa dy pi juve. Dy burra pi juve, tu di dhimbtat bashkë mi bë, mua mashallahu xhelalu. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e pse I dhem koka pejgamberit kur ai s'ban gjunahe? Na e dim na për më na la. Ai pse? Megjithse ai nuk ban gjunahe, Allah për me pastru dhe me ngrit venin më të lartë që ka mundsi, ja ka thënë Allahu gjë smundjen. Ati ja ka thënë me ngrit, ti e ta çon për me të pastru dhe me të la. Që kur ta thosh me Allahun te bareke ve teala, ndihesh I pastrum. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me ditë njerëz të belas, me ditë njerëz të sprovum, çfarë shpërblimi ju jep Allahu ditën e Kiametit, kur dalin para Zotit dhe ti shohin njerëzit se për çket smuje, për çket mërzi, për çket bela, Allah çdo gjunahe, çket vend xhenet kanë aty dhon. Thot pejgamberi sa njëri pyetën ka më thonë, pse be Allah s'ma ka pret trupin me gërshampi dhimbtës? Pse s'ma ka quni sprov si gërshana kur e pret ka dale. Mirë po, se ne ka konvertuar në këtë dunja shpërblimin që ka e pret në ahiret. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, krejt to vinë që dilsh për para Zotit xhelel xhelalu I pastër. Dhe e keqja e mosgoditjes me smundje, cila hadithin e radhës që ka thënë Imam Buhariu, ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, një ditë për ditëve I ardhi njëri. Dhe ky njeri ishte I shkretinës. Edhe I tha pejgamberit salam, a je smuna I herë? Tha jo valla kur, asë di që shos muja. Ethët tha, të kanë kap në I herë? Jo, qka janë tha ethët? Temperatura, e di qka dhe jo tha nuk e di. Ja shpjegoj për nga mëzëm qka. Hyrja e erës në mes lëkurës, nxehtësia mes lëkurës dhe mishit. Tha jo, musëm ka rrug kur. Tha kryja të ka dhim në I herë? Tha qka që dhem kryja? Shiko nuk e ka dit kur. Apo, qka I tha për nga mëzëm mas I shkoj? A do një tha me pa një banor të zjarit? Qeko e kini? Të ndërum gjëmatli. Mos menoni se njëri pse sprovohet, Allah nuk e do. E asë kundër ta. Mos menoni se njëri pse ka sprovat të ndryshme në këtë dunja, Zoti nuk I do. Në anja e kena përmen se njerëzit që mas shumë të Zoti I do I sprovon. Shikoni kita të musliman që janë mas sprovum se na. Allah I do ma shumë ata se na. Ti që të të lanë rahat, mos kujto se ti I maj mirë të Allahu Gjellë Gjellalu. Ti që Allah I stashon asë një smuje, mos menon që I maj mirë të Allahu Gjellalu. Pa Allahu Gjellalu, sikur që tha Selman el Farisiu, janë disa njerëz edhe kur smuhen, edhe kur kanë shëndet, janë si devja. Janojnë frenin, ja hekin frenin, ai nuk e di. As pse ma vnun, as pse ma hekën. Runa Zot për kësaj gjendje. Për këtë arsye të ndëruar xhamalli, na nuk ban me lip belat. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadith, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, japëm shëndet në trup, në sy, në vesh. Dhe ka thënë pejgamberi sa wal afiyatu habbu ilay. O Allah, mos më sprovu shumë kam qef. Ama na po thojna kur të dvene pa dëshirën tane, atëherë shfrytëzoje me u pastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, dhe ta di se kjo nuk është prej hidhrimit, por është prej pastrimit.